ndonjëherë reagojmë më fort se sa situata e kërkon në marrëdhënie. Duket se kur njeriu nuk e përballon dot dhimbjen që ka brenda vetes, ajo del në çdo marrëdhënie që prek. Ka një proverb afrikan që thotë: plaga që refuzon ta trajtosh, do të mësoj si të çalosh. Te ku na çove në Afrikë, na çove me këto proverba tash. Imagjino ti je edhe në Afrikë, edhe të çalosh. Ku mund të shkoj më mirë? Po tani mua më pëlqeu shumë si Jo, është e bukur. proverb. Edhe mua më pëlqejnë proverbat, sidomos proverbat e vendeve si Afrika, që është vërtetë se janë me shumë wise men, wise people. Nuk e di, një afrikan dëgjova që po ndante këtë proverbën afrikane, njëkohësisht ishte edhe këshillues për martesën. Thash, di diçka. Ure. Në këtë episod do të flasim për traumën e së shkurës dhe ndikimin që ajo ka në marrëdhënien në çift, jo vetëm në Afrikë. Shumë prej nesh përballen me këtë problem edhe pa e kuptuar. Trauma nuk është thjesht një ngjarje e rëndë që ndodh, por reagimi emocional dhe fizik që mbetet brenda teje pasi ngjarja e ka kaluar. Ajo ndodh kur një përvojë është aq dërmuese sa që sistemi yt nervor nuk arrin ta procesojë normalisht. Mendoj si një plagë të padukshme, që ndryshon mënyrën se si truri dhe trupi yt reagojnë ndaj botës. Por trauma nuk vjen vetëm kur përballemi me ngjarje të mëdha, siç mund të jenë abuzimi apo humbjet. Ajo mund të jetë pasojë edhe e refuzimit të vazhdueshëm, mungesës së dashurisë, pasigurisë emocionale. Pra, për ta mbajtur mendër se trauma është mënyra si trupi dhe mendja e ruajnë dhimbjen. Si hyn trauma në marrëdhënie? Mund të dashurosh dikë, por prap të ndihesh i rezervuar. Mund të duash të besosh, por ndërkohë ti vazhdon dhe lufton vazhdimisht me dyshimin. Mund të duash të kërkosh paqe, por ndihesh i nxitur ose nxitur gjatë gjithë kohës në momentet kur ka konflikte për të përgjigjur keq. Shërimi shpesh është një proces. Plagët emocionale kanë ende nevojë për vëmendje, rikthim dhe shërim të qëllimshëm. Ti injorosh, nuk i bën të zhduken. Shpesh ato dalin në sipërfaqe në marrëdhënie të afërta dhe intime. Sot mund të pyesësh veten, cilat përvoja ende më shkaktojnë reagime të forta? A kam vështirësi të besoj partnerit apo të ndihem e sigurt emocionalisht? A e kam përpunuar dhimbjen që vjen nga e kaluara ime? Zoti nuk e turpëron rrugtimin tënd të shërimit. Ai të fton atë, mik i dashur dhe mike e dashur. Nëse e di që ti apo partneri mban me vete një traumë të patrajtuar, bëj çmos që të përballeni me të para martesës. Mund ta bëni këtë me një këshillues. Do ju ndihmonte që të forconi marrëdhënien tuaj të ardhshme. Nëse ky mesazh të prek, ndaja me dikë që po përgatit zemrën për një martesë të shëndetshme. Le të themi që është një thirrje për të gjithë ata, pra që janë duke u përgati për martesën, edhe ndoshta mund të duket që gjithçka do shkojë shumë mirë. Zakonisht ashtu duket çifteve. Ashtu janë ata flutrat në stomak, dizellonjat ka një mirëkuptim të jashtëzakonshëm, ka një tolerancë shumë të madhe për çdo sjellje. Të lutem, faleminderit, zemra ime mbushur me këtë ajrin e mrekullueshëm të dashurisë, por që duhet përgatiten që jo të gjitha ditët janë njësoj. Janë njësoj, dhe çfarë kemi vënë re në tryezën e këshillimit martesor? Është shumë e rëndësishme që të trajtohen ato pyetje të cilat janë të vështira, edhe që çifti mendon që nuk do t'i duhet të përballet ndonjëherë me to. Por është shumë e zgjuar nëse bëhet më përpara dhe aq më tepër për sa i përket traumave. Pikërisht, dhe prandaj edhe vëmë në dukje që një këshillues do të ndihmonte shumë, sepse duhet një njeri i tretë me eksperiencë i cili ka kaluar situata të tilla edhe me çifte të tjera gjatë këshillimit, që tua vërë në duke, se mbase ka gjëra që vetë çifti nuk i di, që vetë çifti nuk e mendon se këto gjëra mund të ndodhin në një marrëdhënie. Martesa duket se arrin të zbuloj frikrat e fshehura, plagët e braktisjes, problemet që ke me besimin tek tjetri dhe dhimbjet që janë akoma të pazgjidhura. Kjo do të thotë se je njeri, edhe se shërimi ka rëndësi. Ndaj përgatitja e shëndetshme për martesën përfshin rritjen shpirtërore, një vetdije emocionale, siç e përmendi dhe Marceli, ndonjëherë çifti nuk e di se me çfarë mund të përballet, dhe reflektim të sinqert ndaj vetes. Ki parasysh që marrëdhëniet janë pasqyra ku dalin plagët. Intimiteti aktivizon plagët e vjetra. Dhe një ide për të mbajtur mend është që ne nuk reagojmë vetëm ndaj partnerit, por edhe ndaj së kaluarës sonë. Cilat janë shenjat kryesore të traumës në martesë? Do të fokusohemi në këtë pikë
tek gjërat që janë shumë praktike në mënyrë që ju që po na dëgjoni të identifikoheni ose të mund të identifikoheni në to. Një nga shenjat kryesore të traumës në martesë janë reagimet e tepruara ndaj konflikteve të vogla, ndaj atyre gjërave që ngjasin ditë për ditë, ose të parëndësishme dhe që nuk vënë shumë duke. Ndonjëherë nuk është situata ajo që të lëndon kaq shumë, por ajo që të kujton. Një debat i vogël mund të duket si diçka shumë më e madhe, sepse prek plagë të vjetra që ende nuk janë shëruar. Një tjetër shenjë është tërheqja emocionale. Ajo çfarë ndodh është që në vend që të shprehesh ti mbyllesh në vetvete. Hesht, largohesh emocionalisht, sepse në një moment të jetës tënde, kjo ka qenë mënyra më e sigurt për të mos u lënduar. Një tjetër shenjë është nevoja e vazhdueshme për siguri. Ke nevojë të dëgjosh shpesh, jam këtu për ty, të dua, nuk do të lë. Jo sepse je i dobët ose e dobët, por sepse një pjesë e jotja ende ka frikë nga humbja. Një tjetër tipar është frika nga braktisja. Pra edhe kur gjithçka duket mirë, brenda te ekziston një ankth, po sikur të largohet. Kjo frikë mund të vijë nga përvoja e mëparshme ku je ndjer e lën pas. Së pesti është vështirësia në besim, një tjetër shenjë e traumës në një marrëdhënie. E ke të vështirë të hapësh plotësisht ose të besosh pa dyshuar. Pra është dyshimi në gjithçka. Sidomos kur ke nevojë të ndash diçka të rëndësishme me partnerin ose partneren. Edhe kur dikush të trajton mirë, një zë i brendshëm të thotë të jesh gjithmonë në gatishmëri. Je në atë, përdor termin anglisht, alert të vazhdueshëm. Një hipervigjilencë pra, një hipervigjilencë e shtuar. Mund të ndjesh kontroll ose xhelozi pa arsye. Ndonjëherë përpiqesh të kontrollosh situata apo njerëz, jo sepse nuk i do, por sepse kontrolli të jep një ndjesi sigurie që të ka munguar më parë. Simptoma e 7 e traumës në një marrëdhënie është varësia emocionale ose distanca. Ose ndihesh sikur nuk mund të funksionosh pa tjetrin, ose bën të kundërtën, krijon distancë dhe ftohtësi për të mos bërë i varur. Të dyja këto raste janë mënyra mbrojtjeje. Si dëmtohet besimi nga e kaluara. Besimi nuk prishet brenda natës. Shpesh është dëmtuar nga përvoja ku ti je zgënjur, je tradhtuar ose je lënduar nga njerëz që duhet të ishin të sigurt për ty. Edhe tani kur ke përballë dikë ndryshe, zemra jote ende mban kujtime të asaj dhimbjeje. Nuk është se nuk dua të të besoj, por nuk ndihemi sigurt. Kjo është shumë reale. Nuk është mungesë dëshire për të besuar, është mungesë sigurie brenda vetes. Një pjesë e jotja do të hapet, por një pjesë tjetër të ndalon, duke të kujtuar, kujdes, mos u lëndo përsëri. Edhe kur logjikisht e di që nuk ka rrezik, sistemi yt nervor reagon sikur ka. Ti mund të ndihesh në ankth, i tensionuar ose në gatishmëri, pa ndonjë arsye të dukshme. Është gjithmonë sikur je në alarm, edhe kur në fakt je i sigurt. Le të shohim aspektet kryesore të traumës në marrëdhëniet në çift. Jordan Peterson thekson se trauma në çift shpesh buron nga plagët e së kaluarës ose tradhti të paadresuara, të cilat, nëse nuk trajtohen, çojnë në pakënaqësi dhe shpërbërje të marrëdhënies. Ai argumenton që duhet komunikim aktiv, shpesh herë i vështirë, duke e trajtuar atë si një negociat për të zgjidhur konfliktet, në vend që trauma t'i kthej partnerët në tiranë ose sklever. Tradhtia është një burim i madh traume që shkatron besimin, shpesh e përshkruar si një grack që kërkon përpjekje të vetëdijshme për t'u kapërcyer. Trauma e paadresuar shpesh vjen nga fëmijëria dhe mund të bëjë që individët të reagojnë në mënyra të papërshtatshme, të kenë vështirësi me intimitetin dhe të krijojnë paqëndrueshmëri në marrëdhëniet në moshë madhore. Peterson këshillon të mos shtypen problemet, pasi shmangja e bisedave të vështira rreth ndjenjeve traumatike vetëm sa i përkeqëson ato. Po, pikërisht, madje ai thotë që konflikti i shtyr është në fakt konflikti shumë fishuar. Diçka tjetër që duhet pasur ndërmend është roli i negocimit. Pra, çiftet duhet komunikojnë dhe të negociojnë nevojat e tyre në mënyrë që të dyja palët të ndihen të dëgjuara dhe të ndalet cikli i pakënaqësisë. Dhe duhet mbajtur mend efekti i fjetur, në thonjza e traumës së mëparshme. Pra, traumat familjare të së kaluarës, se di, dikush ka kaluar divorcin e prindërve. Si abuzime, gjëra nga më të ndryshme. Lënje pasdore, si janë dhe këto, që zakonisht nuk para përmenden, por lënja pasdore, ka fëmijë të cilët kryesisht janë lënë pasdore ndryshe nga fëmijët e tjerë. Pra ka ato që mund t'i konsiderojmë në trauma të mëdha, që kanë qenë evente të tmerrshme, por po ashtu edhe gjërat e përditshmërisë të cilat kanë lënë pasojat e tyre në rritje. Cilat janë disa nga modelet e zakonshme në çift. Për shembull, njëri shmang, tjetri ndjek.
Në këtë model, njëri ka tendencë të tërhiqet kur gjërat bëhen emocionale. Ka nevojë për hapësirë, heshtje, distancë, ndërsa tjetri përkundërës i afrohet më shumë, kërkon përgjigje, siguri, komunikim, dhe sa më shumë që njëri largohet, aq më shumë tjetri ndjek. Dhe sa më shumë që ndjek, aq më shumë tjetri mbyllet, duke krijuar kështu një cikël që ushqen vetveten dhe kthehet në një rrjedh vicioz. Një tjetër model mund të jetë njëri nga partnerët mbyllet ndërsa tjetri reagon fort. Kur një partner hesht, shmang ose mbyllet emocionalisht, tjetri mund të ndihet i padukshëm ose i injoruar. Edhe reagimi shpesh bëhet më i fortë, zëri është më i lartë, emocionet bëhen më intensive, ndonjëherë mund të ketë edhe shpërthime. Një tjetër rast është kur konfliktet përsëriten për të njëjtat arsye. Debati mund të duket ndryshe çdo herë, një herë për mesazhe, një herë për kohën, një herë për vëmendjen, por në thelb është i njëjti konflikt. A jam i rëndësishëm për ty? A mund të mbështetem tek ti? A je vërtet këtu për mua? Dhe këtu do na duhet të ndalemi tek ajo pjesa e rëndësishme. Nuk janë thjesht probleme komunikimi, të gjitha këto që sapo renditëm. Në fakt janë modele të thella emocionale që vijnë nga mënyra se si ne kemi mësuar të lidhemi me njerëzit edhe të mbrohemi. E vërteta e rëndësishme në këtë është që martesa nuk e shëron traumën. Pra, martesa nuk është garante për shërimin e këtyre traumave. Martesa e zbulon dhe e aktivizon atë. Kur jemi një martesë, jemi dy veta, zbulojmë dhe nxjerrim në pah ato problemet dhe traumat e njëri tjetrit përmes bashkëveprimit të përditshëm. Dhe dashuria mund të jetë e vërtet, por plaga ka nevojë për shërim. Kjo nuk do të thotë që dy persona që janë martesë nuk e duan njëri tjetrin. Sepse bëhet një gabim shumë i madh themi që nuk ka dashuri, ata nuk e duan njëri tjetrin. Në shkrejtësisht e gabuar, ata e duan njëri tjetrin, por problemi është që plaga është aty. Dhe plaga ka nevojë për trajtim dhe shërim. Dhe patjetër që dashuria ka një fuqi të jashtëzakonshme për të ndihmuar, por i duhet shkuar, po themi, problemit në bazë, në themel. Të kuptojmë si fillim çfarë është ajo që nuk shkon dhe që na shkakton disa reagime të cilat ne nuk e kuptojmë se nga vijnë. Ka pasoja nëse trauma lihet pa trajtuar. Disa prej tyre mund të jenë keqkuptime të vazhdueshme, një lodhje e fortë emocionale, mund të krijohet një distancë në marrëdhënie, të ketë konflikte të përsëritura dhe po ashtu mundësi për prishje të marrëdhënies. Por si mund të shërohet një çift? Dhe këtu fokusi duhet jetë tek zgjidhja e problemit. Së pari është vetdia, çfarë po ndodh brenda meje? Kush është problemi? Dhe mbi të gjitha kush është rrënja e këtij problemi? Çfarë po e shkakton të gjithë këtë? Së dyti është komunikimi i sinqert dhe i sigurt. Një komunikim i sinqert dhe i sigurt nuk kupton dy persona janë të gatshëm të hapin zemrat ndaj njëri tjetrit për të rrëfyer pikërisht që ne po i quajmë trauma. Kjo do ishte ideale. Nëse ndodh mes çiftit pa ndërhyrjen e një të treti, por ndonjëherë mund të kemi nevojë që dikush, një këshillues biblik apo një terapist, të vijë afër nesh dhe të na drejtojë në këtë komunikim. Pra, për të qenë të vërtet me dhimbjet edhe plagët tona. Siç e përmendëm edhe në fillim, ndonjëherë nevoja e një të treti në marrëdhënien është një domosdoshmëri. Pikërisht sepse ka gjëra shumë të rëndësishme dhe shumë të vështira që duhet nxjerrin kokën e tyre dhe ndoshta nganjëherë dy personat e kanë të vështirë ta bëjnë nëse nuk ka një këshillues si në këtë rast. Të kuptosh atë që menjëherë ta acaron. Pra, nëse diçka që partneri bën ta acaron, le të pyesësh veten, pse? Çdo person që ka luftuar me stres post-traumatik, apo ka kaluar ndonjë ngjarje apo përvojë traumatike në jetën e tij, në thelb po kërkon një gjë, shpresë. Ajo që ata therrasin është ngushëllimi. Kjo është ajo që duan. Pra, të ngushëllohen. Ata përpiqen të gjejnë një mënyrë për ta ndaluar dhimbjen, për të qetësuar ose për gjetur paqe edhe në mes të vështirësisë. Në fakt, ka një vend ku kemi ngushëllim të vërtet për të ofruar, kemi shpresë të vërtet për të dhënë. Pra, si mund të ndihmojmë një person të gjejë ngushëllim dhe shpresë të vërtet? Perëndia mund ta shpengojë kujtesën tënde dhe ne mund të shohim shembuj për këtë në shkrim. Libri i Vajtimeve, kapitulli 3, është një shembull i mirë. Në këtë kapitull Jeremia ndodhet në një gjendje shumë të rëndë. Nëse shikon rreth anët, populli i tij është shkatruar, qyteti është në rrënoja dhe shpresa duket e humbur. Pjesa e parë e kapitullit është plot dëshpërim, por pastaj ai thot një deklaratë kujtese. Këtë e sjell në mendje, prandaj kam shpresë. Dhe ai kthehet te mirësia dhe dashuria e Zotit që janë të reja çdo mëngjes. E madhe është besnikëria jote. Dhe kështu ai rikthehet te shpresa. Pra, ne mund të shohim në shkrim edhe të themi, ka shpresë. Por gjithashtu mund të shohim përpara.
në një nga librat e tjerë të Biblës, tek 2 Korintasve, na flitet për vuajtje të përkohshme që vendosen në perspektivën e përjetësisë. Dhe po ashtu sërish tek 2 Korintasve na thuhet që ne rënkojmë, sepse jetojmë në një trup që vuan, jetojmë në një botë të thyer. Megjithatë ne presim me shpresë të ardhmen, që është kthimi i Krishtit për gjithë ata që besojnë tek ai, apo momentin kur do të jemi me të dhe kur kjo vuajtje do të hiqet plotësisht. Tani, ku e bazojmë ne këtë shpresë? Pikërisht në faktin që Jezusi është ringjallur dhe ka fituar mbi mëkatin dhe vdekjen dhe një ditë gjithçka do të bëhet e re. Pra kur kalon nëpër traumë, kjo është shpresa ku kapesh, shpresa e ardhshme në Krishtin. Kjo është ajo që të ndihmon të vazhdosh jetën tani, pavarësisht sa të vështira janë rrethanat. Shpresa jote është në të tashmen, sepse kushdo që ka besuar në emrin e Tij është i sigurt që ai është me të, nuk do ta lërë dhe nuk do ta braktisë. Dhe është po ashtu një shpresë e vlefshme edhe për të ardhmen, sepse diçka më e mirë po vjen, drejt së cilës ne shohim. Disa parime kyçe për çiftet. Së pari, partneri yt nuk është armiku yt. Së dyti, reagimi yt ka një histori. Së treti, shërimi është përgjegjësi personale. Së katërti, marrëdhënia mund të bëhet vend shërimi, por jo zëvendësimi i tij. Dhe së pesti, kontaktoni me një këshillues biblik ose një terapist. Jemi në fund të programit ton për ditën e sotme dhe duam që t'ju lëmë me një pyetje për reflektim. Apo reagon ndaj të tashmes apo për shkak të kaluarës? Dhe po ashtu ju inkurajojmë që të kërkoni shërim. Pra jo vetëm të mbijetojmë në marrëdhënie, sepse bëhet jashtëzakonisht e lodhshme. Të dashur miq të podcastit tonë, ju falenderojmë për vëmendjen, kemi ardhur në fund të këtij programi. Dhe është podcasti i fundit i këtij sezoni, sezonit të parë të Një Intimitet. Do të dëgjojmë së shpejti në sezonin e dytë me të tjera tema të rëndësishme. Për të na kontaktuar, ju rikujtojmë edhe një herë numrin tonë të WhatsAppit 069 63 01634. Për të gjithë ata që duan të ndajnë me ne ide apo sugjerime në lidhje me programin e Një Intimitet, ju mirpresim. Faleminderit që shkruani në numrin tonë të WhatsAppit që Marcelin Dau, po ashtu mund na kontaktoni edhe në Një Intimitet, që e gjeni në Instagram, dhe Netka Studio, fasha jonë e Facebookut. Ju mirpresim dhe ju falenderojmë. Mirë dëgjofshim.